Gjatë anketat të dielën arrit një fitore mjaft rëndësishme përballë bokserit kazak Vasili Sarbajev. Luftëtari shqiptar tashmë i përfshirë në peshat super të mesme, u shfaq dominues gjatë gjithë takimit. 33 vjeçari tregon përshtypjet e tij në lidhje me këtë përballje, duke pohuar gjithashtu se mbështetja e publikut dhe veçanërisht e familjarëve të heroit Adem Jashari i shërbyen si një shtysë e madhe për të siguruar fitoren. Po ndeshja ishte më drejtën që e fort, një test për mua, po jam mësuar gjithmonë që të fitoj në fakt me knockout. Po nga që e pash që kundërshtari shumë i fortë, tash po më mirë po fitoj me pikë dhe duhet të fitoren e sigurt. Edhe po e kisha gjithmonë në gjithë kohën në kontroll. Gjithmonë shqiptarët dhe tifozët mi fansët janë gjithmonë shtetja ime për fituar. Sidomos atë natë kur erdhi dhe Bacar Rifat, informoj që edhe diçka edhe më tepër, për të marrë më tepër forcë, kurajë dhe guxim për mos të pas problem këtë peshë, zonën e tyre ngjoja dhe atëherë goditja edhe më shumë. Iron Mike Keta u ndal më pas tek supersfida e radhës kundër Gjermanit Vince Feigenbutz, e cila do zhvillohet në Karlsruhe më 3 dhjetor dhe që do të përjetohet me interes maksimal në Shqipëri e Gjermani. Në Gjermani ato e marrin si Tyson, sepse është i ri dhe po fiton shumë ndeshje me knockout. Është e vështirë, po si çdo kundërshtar, nuk mund të thuash pas një kundërshtar që është i lehtë sepse një moment mund të humbesh diçka, gjithçka. Dhe për mua jam mësuar me këto luftrat dhe stërvitem shumë bashkë me Ismailin, japim maksimumin dhe mbështetjen e kam të shqiptarëve dhe besoj se do jetë e vështirë, po do ja dalim me sukses. Gjithë anketa konsiderohet me të drejtë bokseri më i mirë shqiptar i momentit. Një fitore e mundshme ndaj Gjermanit Feigenbutz do ta projektonte drejt titullit kampion bote në WBA.